Deri më tani duket se administrata amerikane nuk e ka trajtu problemet e Ballkanit Perëndimor me prioritet. Mbetet të shihet se sa do të jetë vigjilent KFOR-i dhe NATO në këtë drejtim. Ne du ta kemi parasysh Serbia është e interesuar ta mbajë situatën në Kosovë të tensionuar, ndërkohë që tashmë kemi disa zhvillime mendoj më të mëdha që kemi parë në dekadat e fundit sa i përket politikës së jashtme në pjesën perëndimore, në mesin e aleatëve tonë perëndimor, ku kemi një përthymje e cila duket të jetë mjaft evidente mes të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Evropës, kështu që mbase palët kanë qenë duke shikuar se cili do të ishte hapi i radhës i administratës amerikane, deri më tani duket se administrata amerikane nuk e ka trajtu problemet e Ballkanit Perëndimor me prioritet të madh për shkak se nuk ka ndonjë prononcim signifikant sa i përket Ballkanit Perëndimor, mbase edhe qëndrimet e deri tanishme kanë qenë mjaft në konsistencë me ato që kanë qenë në administratat e kaluara. Për konflikt të hapur, mendoj që krejt varet nga roli të cilën do ta ushtrojë KFOR-i. Mendoj që policia e Kosovës është duke kryer një punë mjaft të vështirë dhe mendoj që deri më tani ka kryer në mënyrë të kënaqshme, megjithatë bëhet fjalë për një vit territorial jashtëzakonisht të gjerë, ku mbase edhe në vija kufitare mes Kosovës dhe Serbisë i limiton edhe mandatin e policisë së Kosovës për të ushtruar kontroll efektiv, por edhe i tejkalon kapacitetin që policia e Kosovës i ka. Derisa kemi kontroll të rigoros të kufirit, mendoj që risku për me pas eskalim të përgjithshëm të konfliktit është jashtëzakonisht i vogël, por mbetet të shihet se sa do të jetë vigjilent KFOR-i dhe NATO në këtë drejtim. Mendoj që takimi i Këshillit të Sigurisë është i duhur për shkak se ky është roli i Këshillit të Sigurisë, për ato se a ka për qëllim që Serbia të intervenojë të ndikojë në formimin e institucioneve të qeverisë në Kosovë. Mendoj që kjo mbetet vazhdon të mbetet përgjegjësi e partive politike shumicës në Kosovë, do thot partive politike shqiptare të cilat i kanë numrat e mjaftueshëm, por po ashtu përgjegjësi të tillë kanë edhe pakicat etnike që të bashkohen, të gjejnë zgjidhjet e tyre të duhura dhe të krijojnë institucionet sa më parë, për shkak se interesi i jonë është të mos kemi vakum institucional